Du me mbrojt ata, unë e kom thonë kështu, vetëm me një veprim, kret ish ministrat me kom prokurori kësha qunë burg. Krejt ish ministrat? Kret ish ministrat ishin shku në burg. Prej vitit 2010. Blerandi? Po, prej Blerandit edhe krejt në burg këshin shku. Për shkak se 500 milion euro u dëmtu prona e Ministrisë së Bujqësisë, nuk posedon një letër, ku ata e kanë shprej një shqetësim, ose e kanë ngritë si breng. E tash edhe mos veprimi është vepër penale. Unë mos me pa sensibilizu opinionin. Unë mos me pa dërgu në vazhdimësi që do kërkesat edhe ankesat për hetim. Do dhëtë, edhe unë është dosh me konë mesin atyne. Era e tretë që për përmeni, ka e ka prej ordin shky 500 milionsh? Qysh kam rri që kjo... Bi 100 hektar. 100 hektar? Jënë tjetërsu prej pronës së shtetit tek individ. Unë kom ofru edhe pjesën asoj se qysh ka shku proceduralisht. Do thot, për mas pari ka fillu vërtetimi. Unë e kom një vërtetim që ka fillu procesi i ndryshimit të titularit të pronës në Ulpion. Me të cilën pe harre emnin, në farë emni sërb, vërtetuat që është ish punënës institutit bujtësor, bla bla, me që ato aja realizën shit blerjen. Shit blerja zakonisht ka ndodhë prej, do thot, prej pronës shtetërore të kësërbi, është registru në komunat e Prishtinës, Fushë Kosovës edhe të PS, masi që është registru, do thot, në fletat poseduse edhe katastrale, do thot, bartet prona prej sërbit e këshqiptart, edhe mandej shkatrohet pjesa arkives e historiatit të bartjes e pronës. Edhe që ka ndodhë për 100 hektar? Për 100 hektar tokë edhe prona. Do thot, kam fillu me një vërtetim, i kanë shu do vërtetime, ku të azom njoni për ty në ka emnin Svetozar, zik ushim bjemnin, ja kanë thonë Svetozarit është konë pëndër, prej këtë ushit kanë fillu dhe thot procesin e bartjes, prej agjensis katastrale e kanë registru në nivel të komunave, kur i kanë registru në komuna në emën të sërve pronat e shtetit, ja kanë bart një individi zakonisht sërb, prej sërbit u shku tek shqiptari, e tash kur ne i kërkojmë në vazhdimësi, kur i ka kërku Bedrit do bramen sistem, për çka edhe në vazhdimisht, kom thonë Bedrit ne dojmë me shku deri në fund me zbulu krimin edhe korrupsionin e përmasave bi 500 milion euro, do thët, ata asë njëherë nuk ta afrojnë këtë pjesën e historiatit se qysh u bort prej pronës shtetërore tek individi, po veç qysh Svetozari ja ka shit runaz dhe leartit të sefatonit. Po qatë pjesën tjetër, do thët, ata e kanë evidentu, e kanë bo me historiat, e kanë fut në fletat poseduse, edhe mandejnë hine për arkiva dhe i kanë shkatru. Kush janë ata? E di shkyt në është një rast tjetër i këti, Jovica Denic, a? Jovica Denic, në Fushë Kosovë është Jovica, së një harre jemet me pas emrin edhe Hasan, se jo... Po, jo, së është të loshe. Kush janë këta që po thuni i kanë bartë, edhe ma ne i kanë shkatru arkiv? More, kanë emna ato titularët, ne kena qume... Ava emnat e tyne, i keni evidentu edhe i keni dërgu prokurori dosje. Në Facebook të amin hinë edhe këshyr, ato është vërtetimin e të cilët Jovica, aj tjetëri, do të e ka vërtetimin. Tani prej vërtetimeve ka pasu pjesa e bartës titularit pronës për pronës shtetërore të individi, i kanë registru në komunat gjece, po ti me shkute ato komuna me thonë ma jep historiatin, nuk ta jepin. Do të ta jepin veç historiatin qysh Svetozari ja ka shit ati shqiptarit. Po jo manej, po Svetozarat të në konë veç ndërmjetësus. Qartë. Se kjo proces ka fillu pas luftës. Po, e kom... Do të nuk ka ndodhë këtë tjetërsim në kohë tjera. Prap, më nëllë të 3 të loshe